Prezantohet përpara strukturave të Partisë Demokratike të Degës së Vlorës, kandidati i pavarur në zgjedhjet e pjeshme për Bashkinë e Vlorës, Dionis Sota. Sota është prezantuar përgjatë një takimi të mbajtur të njëjtën në selinë qendrore të Partisë Demokratike si një ndër subjektet politike e cila do të mbështesë kandidatin Dionis Sota në zgjedhjet e 9 nëntorit. Sota është prezantuar përpara strukturave nga kreu i kësaj partie në Vlorë, Hysni Shara. Siç ju kemi njoftuar, kemi lënë këtë takim për të bërë prezantimin e kandidatit për kryetin e bashkisë, zoti Dionis Sota, me strukturat e Partisë Demokratike. Kjo është një praktik rutin, është një takim i zakonshëm, por siç e kemi thënë dhe më parë në takimet tona të kryesisë, kjo nuk është një fushat normale, nuk është një fushat e jashtëzakonshme, kështu që duam s'duam jemi të detyruar disa etapa t'i kalojmë me shpejtësi dhe sot ishte mundësia më e parë dhe më e mirë për të zhvilluar të takim dhe prezantimin e kandidatit. Siç ju jeni njohur nga mediat e shkruara, nga mediat audiovizive, nga mediat sociale, Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë vendosur që në këto zgjedhje të pjesme vendore të kandidojnë persona të pa angazhuar më parë në jetën politike, persona që nuk kanë qenë me doemos antarë të tyre, persona të cilët kanë kontribute në jetën sociale, në jetën mediatike, në biznesin, pra në atë që quhet ajo, le ta them, klasa e tregtarëve apo e biznesmenëve. Gjatë fjalës së tij, Dionis Sota shpalosi përpara strukturave programin dhe vizionin e tij për zhvillimin e qytetit të Vlorës, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit mes forcave politike dhe shoqërisë civile në dobi të qytetarëve. Ai kërkoi mbështetjen e strukturave të Partisë Demokratike dhe të gjithë antarësisë për të sjellë sipas tij energji të reja, ide konkrete dhe një frym për ndryshim që kërkon Vlora. Siç thot edhe vetë Dionis Sota, nuk ka asgjë të paritshme. Në Vlorë disa gjëra sipas tij janë lehtësisht të zgjidhshme nëse ekziston vullneti. Kam pas një frym gjithmonë për të drejta, do me thënë ndoshta është frymëzimi i brendshëm, rebelizëm, por ka qenë gjithmonë, këtë ma besoni, ka qenë gjithmonë me shpirt. Vlora është një qytet që ndoshta e themi shpesh në 9Z që kur s'ke bish të vëm bish dhe kur ke bish të presin, por e vërtet ajo të avon edhe shpirti i njeriu ecën gjithmonë dhe do dalë gjithmonë para. Dhe në jetë ecët gjithmonë para vetëm me bashkim edhe me harmoni dhe me frym dhe nuk ka asnjë lloj gjëje të paritshme. Ndërkohë, kandidati për kryetar bashkie në zgjedhjet e pjeshme të 9 nëntorit vazhdon mbledhjen e firmave për të regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky proces, siç mësohet, është tashmë drejt fundit dhe pritet që brenda ditës së hënë të zyrtarizohet Sota si kandidat potencial në këto zgjedhje.